Ka arritur në kuvend propozimi I qeverisë për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Kocevski. Shërbimet e kuvendit njoftojnë se për procedurën e mëtejshme do të njoftojnë në mënyrë shtesë, gjëjesisht se kur ky propozim do të vendoset në rendite në seancë parlamentare. Tani është fjala e kuvendit, ku deputetët do të votojnë nëse janë pro apo kundër shkarkimit të Kocevskit. Neni 88 I ligjit për prokurori publike sqaron qartë se një prokuror publik mund të shkarkohet me 2 kushte: nëse është bërë antar I ndonjë partie politike ose nëse ka kryer shkelje të rënd disiplinore të kryer me qëllim ose pa kujdesi të dukshme, pa arsye të justifikuara, dhe nëse shkelja ka shkaktuar pasoja të rënda. Gjithashtu I njëjti ligj parashikon që shkarkimi I prokurorit publik mund të dorëzohet në kuvend me mendim paraprak të Këshillit të Prokurorëve Publik. Mirëpo, ky kusht nuk është arritur pasi që Këshilli I Prokurorëve dha mendim negativ për propozimin e qeverisë për shkarkimin e Kocevskit, ku propozimin e pranuan 3 antar, ndërsa 6 votuan kundër. Procedura për shkarkimin e Kocevskit nisi në fillim të këtij viti, ndërsa e njëjta u ndërprer pas tragjedisë në Koçan e më pas për shkak të periudhës zgjedhore. Në ver, në kuvend u paraqit interpelancë kundër Joveskit nga Partia Levica, të cilët konsideronin se ai duhet të largohet nga ky funksion për shkak të jo funksionalitetit dhe ndikimit politik në punën e prokurorisë. Deputetët në seancë plenare në ver me 70 vota pro e mbështetën interpelancën kundër Kocevskit. Pas votimit në kuvend I mbetej Kocevskit nëse do të tërhiqej vetë ose do të ishte qeveria që do të vazhdonte me procedurën për shkarkimin e tij. Iniciativën e qeverisë për shkarkimin e Kocevskit e pati përgatitur Ministria e Drejtësisë, sipas së cilës Kocevski në disa lëndë që ai ka punuar kishte rrethana që ngrinin dyshime për paanshmërinë e tij, si dhe konflikt interesi, dhe rrethana për të cilat ai duhej të ishte në dieni dhe nga të cilat duhej të ishte përjashtuar. Ndërsa prokurori publik Lubomir Jobeski e ka demantuar këtë, duke thënë se ai ka punuar duke ndjekur ligjet dhe afatet kohore që ato përcaktojnë. Lupço Kocevski për prokuror publik është emëruar në kuvend më 13 janar 2024 nga shumica LSDM BDI dhe mandati I tij është 6 vjet.